Njerëzit të zhitur në gjerës, qëndrojnë në kam për Allah, të uritur, të etur, të merë. Dhe pritje që nuk dihet, çfarë do të ndodhe me ne? Kur do të fillon llogaria? Si do të jepet libri? Sa do të peshojnë veprat e tij? Do të përgëzohet apo do të qërtohet? Do të ndëshkohet apo do të shpërblehet? Pra, në ditë Allahu e ka përshkruajt në ajetet Kur'anit Kerimit, asnjë njeri nuk e njeh askënd vetëm veten vet. S'ka gjë, vllavi jam, një moj. S'ka askush. Në ditë kur të ringjallën, thot Allahu subhanahu i harrojnë farefisnin. Ja harrojnë lidhshmërinë. Njeriu do të ikë nga prindët e tij. Njeriu do të distancohet nga bashkëshortet e tij. Njeriu do të distancohet nga fëmijët e tij. Derisa ka thonë Allahu, kriminalët atë ditë janë në gjendje që krimin e tyre që janë veshin dhe fëmijëve të vet. Sot në gjendje janë shpirtin e vet ta jep për fëmijët e vet. Ditën e gjykimit tenton që krimin gjunojnë që veshe fëmijëve të vet. Para mendoj sa trishtimi i madh dhe sa të merr i madh Allahu na rujt. Amin. Subhanallah, Allah na rujt inshallah.